Pas një turi të gjatë eliminator, sot është mbyllur kampionati i futbollit për nxënësit e shkollave 9-vjeçare të Bashkisë Lushnjë. Kampionati 15 i organizuar nga Qendra Kulturore Fëmijëve, Zyra Arsimore me mbështetjen e Bashkisë Lushnjë, ka nxjerrë në finale skuadrat e futbollit të shkollave 9-vjeçare Lirika Zazi dhe Skënderli Bohova. Me këtë rast, fusha sportive e stadiumit Roza Haxhiu ishte mbushur me mbështetës nga të dyja shkollat. Ndeshja pati rivalitet të fortë, por pavarësisht rasteve të shumta, ndeshja e rregullt përfundoi me rrjeta të paprekura 0-0. Trupa e gjyqtarëve të rinj të Kolegjit të Gjyqtarëve Lushnjë i dërgoi skuadrat drejt penalltive, ku në fund fituese doli shkolla Lirika Zazi. Drejtori i Qendrës Kulturore të Fëmijëve Sajmir Bahja, pasi përshëndeti futbollistët e vegjël ndau çmimet. Sot ishte finalja e kampionatit të 15 të futbollit midis shkollave 9-vjeçare Bashkia Lushnjë, dhe siç e ndoqëm të gjithë, ky kampionat u fitua nga shkolla Lirika Zazi. Por do të doja të filloja me disa falënderime për shkollat pjesëmarrëse, për nxënësit e shkollave të cilët bën të mundur që ky kampionat të ishte kaq interesant dhe me kaq vlera, për mësuesit e edukimit fizik të shkollave, të cilët punojnë pa lodhur me këta nxënës, dhe na sjellin këto emocione që me të vërtet sporti ka një adrenalin shumë të papar. Në ceremoninë e ndarjes së medaljeve ka marrë pjesë edhe kryetaria e bashkisë Riselda Sefa. Sefa u shpreh se në edukimin e duhur për brezin e ri janë edhe aktivitetet sportive gjithvjetore që mbështeten fuqishëm nga pushteti vendor. Është shumë kënaqësi që ne po e vazhdojmë të traditën e bukur të kampionatit të futbollit midis shkollave 9-vjeçare. Këtë vit kishim kampionatin e 15. Këto kampionate realizohen që të kemi sa më shumë aktivitete sportive për të rinjt tanë, sepse siç e shikoni dhe nga atmosfera krijon një atmosferë shumë bukur midis nxënësve. Prandaj dhe ne gjithë to terrene sportive i kemi bërë rikonstruksion në shërbim të tyre. Në të ardhmen do të kemi akoma më shumë aktivitete, sepse duam që fëmijët tanë të kenë edhe aktivitete sportive të cilat bëjnë shumë mirë jo vetëm për shëndetin, por patjetër edhe për t'i larguar ata dhe nga veset e tjera sociale dhe shoqërore që mbulon shoqërinë tonë në vitet e fundit.